Të dashur shqiptar, përse Edi Rama dhe Sali Berisha e urrenin kaq shumë Shqipërinë? Po e përdor formën e kryer të thjesht, sepse një nga ndjekësit e mi ka thënë që ata janë fantazma, nuk jetojnë më. Kështu mendoj dhe unë. Gjinde janë të dy kryeministrat shqiptar, sepse që të dy ja kanë dhuruar Bregdetin Greqisë. Që të dy ja kanë dhuruar Butrintin Greqisë. Ndërmjetëse është bërë Anglia, Universiteti i Oxfordit. Përse na urrejnë kaq shumë ne të dy kryeministrat shqiptar? Cila është arsyeja? Përse ata fusin grek në Partinë Socialiste dhe në Partinë Demokratike? Cili është shkaku, burimi i kësaj urrejtje? Kjo urrejtje ka arritur kulmin e saj në shekullin e 19 dhe nga fundi i shekullit të 18. Një ekip francez zbriti në Butrint dhe zbuloi disa mbishkrime të lashta në Butrint. Qytetërimi i Butrintit është shkatruar nga Kisha Ortodokse. Të gjithë gurët e Butrintit janë përdorur për të ndërtuar dy kisha të vjetra kristiane. Pra shqiptarët nuk kanë dorë fare për shkatrimin e Butrintit. Butrinti ka qenë ishull dhe me prurjet e lumenjve është kthyer në pjesë toksore të Bregdetit shqiptar. Dhe tani, do i shpjegoj unë tekstet që kanë gjetur francezët, që u bë shkaku për vrasjen e Alipash Tepelenës me porosi të francezëve. Në fillim francezët u përpoqën të azgjësonin vetë, pastaj ata paguan sultanin për azgjësimin e Alipash Tepelenës. Përse, do thoni ju? Për Butrintin të dashur shqiptar, aty ka nisur të gjitha të zezat e popullit ton të dashur. Të shikojmë se çfarë gjetën francezët. Të dashur shqiptar, ekipi francez i dërguar nga Napoleon Bonaparte gjeti një mbishkrim në Butrint që ata e cilësuan të vitit 168 para rëson, sepse në këtë periudhë lidhja epiriote u sulmua nga perandoria romake. Ky është një dokument që përshkruan lirimin e një sklavje të quajtur sotire, me kuptimin shpëtimtare. Pronari i saj quheshte Archen, biri i Archiadas. Dokumenti i lirimit të skllaves është kushtuar perëndis Asklepios, që ishte perëndia e shëndetit në Butrint. Përkthimi i tekstit helen në shqip është: me fat të mirë, ndërsa Eualkosi Molosian ishte strategu i epiriotëve dhe Likida, biri i Helenit, ishte Prostates i Kaonëve dhe Saota, biri i Prasaibos, ishte prifti i Asklepiosit, në muajin Krainos, Arkeni, biri i Arkiadas, e çliroi Sotiridën. Sotirida do të qëndrojë pranë Arkenit për aq kohë sa të jetojë Arkeni. Dëshmitarët janë Hagesandri, biri i Lamiskos, Lamiskosi, biri i Hagesandrit, dhe Arkedami, biri i Apollodorit, që të gjithë nga Butrinti. Elementet kryesore të këtij mbishkrimi janë lidhja epiriote në vitet 232-168 para erëson për një shtet federal të Molosëve, Kaonëve dhe Thesprotëve. Këtu përmendet personi quajtur Eualkos Molosian, ose strategu i epiriotëve. Përmendet Likida, biri i Helenit. Përmendet Saota, biri i Prasaibos, prifti i Asklepiosit. Në këtë dokument, Arkeni e çliron skllaven e tij Sotiridën, por në vend që ta lejë atë të lirë, ajo do i përkushtohet Asklepiosit. Ky është çmimi që ajo duhet paguaj si një shërbëtore e padhunueshme dhe e shenjtë e Asklepiosit. Në këtë mënyrë ajo çlirohet nga çdo detyrim nga pronari i saj. Sotirida nuk do jetë më skllave, por duhet banojë me Arkenin dhe me siguri do të qeth drilonin e tij. Ky është kushti i Sotiridës. Pra nuk është skllave, thjesht do jetë e dashura e Arkenit. Tani, ky është një hap i madh i një sklavje, ka marrë pozicionin e një gjysmë qytetareje ose dashnore e pronarit të saj.
Dëshmitarët Hagesandri, Lamiskosi dhe Arkedami garantojnë vlefshmërinë e këtij akti të shenjtë. Praktikisht sot Irida do të bëj atë që kanë bërë gratë ilire me shekuj për padronët e tyre grek. Prandaj, nuk ka asgjë të keqe këtu të kujdesesh për pronarin tënd, ndërkohë të bëhesh edhe priftëresh e Asklepit. Sa për dieni, ky mur i vogël katror i Asklepit është ndërtuar mbi mure të lashta me madhësi prej 10 tonësh, që nuk mund t'i ngrinte njeriu i atëhershëm. Këto janë mure të lashta, të gjetura në Kinë, në Amerikë, në Australi. Quhen mure ciklopike, ndërsa muri i Asklepusit është bërë me gur të vegjël, jo me gur ciklopik. Këta gur ciklopik nuk gjende në Butrint, janë marrë nga Karaburuni të dashur shqiptar. Si janë marrë ato nga Karaburuni, do ta diskutojmë në një film tjetër. Ajo që ka rëndësi nuk është muri ciklopik i Butrintit që nuk është ndërtuar nga grekët, ashtu siç nuk u ndërtuan nga kinezët muret gjigant ciklopik dhe as nga indianët muret gjigant ciklopik dhe as nga australianët muret gjigant ciklopik. Kjo është një temë shumë e ndjeshme për shkencëtarët në botë, sepse këto gur janë datuar në vitet 10.000 para erëson. Dhe asnjë lloj teknologjie e kohës nuk ekzistonte. Njeriu prehistorik akoma gjuante me shigjeta, e kuptoni apo jo, që të ngrihen këto mure duhen vinça gjigant. Pra kjo është një temë tjetër. Lidhja e periote ka ekzistuar rreth viteve 200 dhe 168 para erëson. Këtë e di me siguri. Gjuha e përdorur në këtë dokument është gjuha dorike, e cila është zhdukur, nuk ekziston më. Në të gjitha dokumentat e tyre, ekipi francez e quajnë këtë gjuhë pellazgjike. Kjo është gjuha pellazgë, më në fund e gjetëm. Nuk është gjuha që përmend as Homeri, nuk është. Kjo është gjuha dorike, gjuha e spartanëve. Po ashtu kjo nuk është gjuha e sudës së etimologjisë, që e shpjegon çdo fjalë të kësaj gjuhe me fjalë një rrokshe të shqipes. Por sudja nuk e di fare që kjo gjuhë ekziston. Kjo gjuhë është zbuluar nga unë krejt rastësisht, duke bërë filmat për ju. As francezët nuk e dinin çfarë ishte kjo gjuhë. Ata thonin që artizanët në Iliri e shkruanin me gabime helenishten, dhe e quanin gjuhë pellazgë për këtë arsye. Dhe na del që këto nuk janë gabime gjuhësore, ky është dialekti dorik që e kam gjetur unë. Shikoni se do luani nga mend e kokës. Të dashur shqiptar, duke i parë këto ndryshime të çuditshme të këtij dialekti të çuditshëm, unë pyes inteligjencën kompjuterike se a mos dalloni dhe juve disa nga elementet e këtij dialekti të veçantë, të gjetur në mbishkrimet e Butrintit. Dhe inteligjenca kompjuterike thot, vërtet, ka ndryshime themelore nga kjo gjuhë, nga gjuha e Atikës. Të dashur shqiptar, këto janë ndryshimet më të mëdha midis dialektit të Butrintit dhe dialektit të Atikës. Aja e gjatë, alfa, e cila është veçori e dialektit dorik. Kemi këtu emrin Arhiada në rasën gjinore në vend të Arhiadu, që do të ishte në dialektin ionik dhe atik. Kemi fjalën Strataguntos në vend të fjalës së Atikës Strateguntos. Po ashtu kemi ndryshime të shumësit të emrit të Butrintit, po këtu inteligjenca kompjuterike është gabuar. Këtu nuk është shumësi, kjo është rasa dhanore, që e kam kuptuar unë. Pra, ky është gabimi i inteligjencës kompjuterike, përse? Sepse ky dokument i kushtohet pikërisht monumentit të Butrintit.
Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra ta shënojmë këtu, inteligjenca kompjuterike nuk e ka kuptuar dialektin dorik. Pra kjo është shënuar me të verdhë, nuk është shumë si i butrintit, kjo është rasa dhanore, dokumenti i kushtuar butrintit. Të shikojmë ndryshimet të tjera. Kemi fjalën prostatuntos udhëheqës. Kjo është gjetur vetëm në mbishkrimet e dialektit aolik. Kemi muajin kraneios. Nuk ekziston në asnjë kalendar atik ose jonik. Pra është një muaj i veçantë, i gjetur vetëm tek butrinti. Kemi kohën e kryer të thjesht, afeke, që duhet ishte në dialektin jonik dhe aolik afeken, me kuptimin a i liroj. Kemi mungesën e formës së dualit. Kemi lidhëzën dhe, ka, në vend të lidhëzës kai, që përdoret në dialektin jonik dhe shqiptohet ke. Pra varianti ka është vetëm në dialektin e gjetur në butrind. Kemi fjalën eleutheran, i lirë, në vend të fjalës eleuthera, e lirë. Ky është dallimi tjetër. Këtu është pasqyra e plot e të gjitha ndryshimeve të gjetur midis dokumentit të butrintit dhe dokumenteve të tjera të gjetura në ishullin Lesbos të dialektit aolik, po ashtu edhe të dialektit jonik të gjetur në Azinë e Vogël. Tani, në këtë moment, inteligjenca kompjuterike e ka kuptuar gabimin që bëri më herët dhe këtu është pikërisht rasa dhanore që është zhdukur në greqishtën e sotme. Buthrotoi, me një o të gjatë, dhe asklapioi, do më thënë i kushtuar asklepit dhe i kushtuar butrintit. Gjë më bukur është se në butrind është përdorur rasa dhanore si vendore, një lloj si në gjuhën shqipe. Tani kjo është një gjë jashtëzakonshme. Këtë e ka vetëm shqipja dhe helenishtja e gjetur në butrind të dashur shqiptar. Dhanoria përdoret si vendore ose lokativ. Tani ka edhe gjëra të tjera, por ajo që më bëri përshtypje mua është kjo. Në vend që të përdoret varianti eperiotes e atikës, përdoret aperiotan. Çfarë do thot aperiotan? Kjo është gjinore shumës. Këtë e kam gjetur vetë, siç e shikoni, dhe ja kam sugjeruar inteligjencës kompjuterike. Kjo përdoret për shkak se kjo është gjinore shumës, të cilën e kërkon emri koinon, që është gjithashtu në gjinore shumës, bashkësi. Deri tani unë kam zbuluar në Kosovë, Maltëzi, në Dalmaci 24 koine të ndryshme ilire. Pra, koinon skodrinon, koinon labiatan, koinon lisiatan janë zbulimet e mia dhe të gjitha ishin në helenisht. Pra në të gjitha trevat ilire është folur helenishtja të dashur shqiptar. Ky ka qenë zbulimi im më i tmerrshëm, më i lemeritshëm. Dokumentin e plot do ta botoj në Akademinë e Shkencave, në qoftë se ju këmbgulni që mua të më jepet vendi i merituar aty, sepse në këtë moment që po bëjon këtë film, zoti Neritan Ceka është antari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka deklaruar që Neritan Ceka nuk di greqisht. Nuk di kalimera, ditë e mirë, dhe kalinihta, natën e mirë. Nuk e di Neritan Ceka. Dhe ai ka shpjeguar të gjitha mbishkrimet e gjetura në Byllis, në Apolloni, në Butrind, në Durrës. Neritan Ceka, bashkë me vajzën e tij, e cila po studion tani greqisht, por deri në këtë moment as ai, as vajza e tij, as Hasan Ceka nuk kanë ditur greqisht dhe tani do t'ju sjell dokumentin e Akademisë së Shkencave ku thuhet tekstualisht
që zoti Neritan Ceka nuk e zotëron greqishtën. Ndoshta këtë e ka botuar ndonjë nga armiqtë e tij personal, të cilin ai e ka shkelur në kallo. Po ç'rëndësi si ka? Është dokumenti zyrtar i Akademisë së Shkencave që Neritan Ceka nuk di asnjë fjalë greqisht, jo greqishtën e lashtë, nuk di kalimera të greqishtës së sotme. Të dashur shqiptar, kjo është CV-ja ose karriera profesionale dhe politike e profesor doktor Neritan Cekës, e botuar para disa ditësh nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Pra, në vitin 1962, ka mbaruar studimet në Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës. Në vitin 1962, ka mbaruar diplomën për arkeologjinë ilire me profesor Selim Islamin. Në vitin 1963, ka qenë mësues historie në gjimnazin Halim Xhelo në Vlorë. Deri në vitin 1966, ka qenë arkeolog në Institutin e Historisë Universiteti i Tiranës. Deri në vitin 1968, ka qenë mësues historie Shkolla Pedagogjike në Elbasan. Deri në vitin 69, ka qenë drejtor i Muzeut të Elbasanit. Deri në vitin 1975, ka qenë arkeolog në Institutin e Monumenteve të Kulturës në Tiranë. Deri në vitin 1976, ka qenë arkeolog në Muzeun e Qytetit të Fierit. Deri në vitin 1990, ka qenë arkeolog në Qendrën e Kërkimeve Arkeologjike Akademia e Shkencave. Deri në vitin 1990, ka qenë shef i Departamentit të Antikitetit. Deri në vitin 1993, ka qenë drejtor i Institutit Arkeologjik Akademia e Shkencave. Deri në vitin 1992, ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Gjatë trazirave të 97-s, atëherë kur grekët bastisën të gjitha monumentet ilire, ka qenë ministri i Brendshëm Neritan Ceka. Jo vetëm që nuk i ka penguar grekët të shkatrojnë dhe të marrin të gjitha thesaret në Athinë, por i ka ndihmuar ata. Ka qenë ministri i Brendshëm. Deri në vitin 2009, ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Deri në vitin 2012, ka qenë këshilltar për kulturën në kryeministri. Deri në vitin 2016, ka qenë ambasador Republikës së Shqipërisë në Romë. Deri në vitin 2009, ka qenë lektor pedagog i jashtëm për lëndën e arkeologjisë klasike në Fakultetin Histori Filologji pranë Universitetit të Tiranës. Deri në vitin 2012, ka qenë antar i Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë dhe i Këshillit Kombëtar të Restaurimit, antar i Këshillit Shkencor të Institutit të Monumenteve, antar i Këshillit Shkencor të Institutit të Arkeologjisë dhe ka marrë dhurata dhe grante të panumërta nga Komuniteti Evropian dhe lobet amerikane në Amerikë. Këtu tregohet që ka qenë kryetari i të gjitha restaurimeve në Apolloni, në Butrint, në Belsh, në Byllis, në Margolliç, në zonën e Karaburunit, pra është krye ideatori i restaurimit të elementeve grek në Shqipëri. Dhe tani, grada dhe titulli shkencor. Në vitin 1980, ka marrë gradën e kandidatit të shkencave master. Në vitin 1992, ka marrë gradën doktor i shkencave. Në vitin 1994, ka marrë titullin profesor në fushën e arkeologjisë. Dekoratat e Neritan Cekës janë të panumërta. Në vitin 1968, ka marrë nga regjimi komunist titullin urdhër i punës të klasit të tretë. Në vitin 1985, ka marrë titullin urdhër i punës klasa e dytë. Në vitin 2001, ka marrë titullin mjeshtër i madh i punës. Në vitin 2016, ka marrë titullin kalorës i urdhërit të Skënderbeut. Në vitin 1985, ka qenë antar i Institutit Arkeologjik Gjerman. Gjuhët e huaja që zotëron deri më sot Neritan Ceka janë anglisht,
frëngjisht, gjermanisht, italisht dhe rusisht. Mungon çdo element i greqishtes dhe i latinishtes. Pra, ky profesor i madh nuk di as latinisht dhe as shqip, ndërkohë që të gjitha dokumentet e gjetura në Shqipëri janë vetëm në latinisht dhe në helenisht. Pra tani e kuptua që Neritan Ceka nuk mund t'i përkthente këto dokumenta që ai ka nxjerrë në revistën Iliria. Po ashtu babai i tij nuk mund t'i përkthente këto dokumente. Babai i tij dinte vetëm gjermanisht. Neritan Ceka, Hasan Ceka dhe Olgita Ceka, deri në këtë moment që po bëjnë këtë film, nuk kanë ditur të thonë kalimera dhe kalinihta në greqisht. Jo greqishtën e lashtë, greqishtën që e din 1 milion shqiptar në Greqi, refugjat. Pra, një pastruese hotelesh që sot është bërë zëvendës kryeministre, ajo di më shumë greqisht pastrusja se sa Neritan Ceka, që ka marrë të gjithë këta tituj dhe që duhet kishte përkthyer dokumentet e Butrintit që po i përkthej unë për ju tani. Pra kush duhet ta mbajë titullin? Unë apo Neritan Ceka në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë? Më thoni. Të bëjmë një anketë kombëtare. Votoni të gjithë. Ja do e bëj tani në postimet në YouTube. Kush duhet ta marrë titullin profesor i shkencave? Unë apo Neritan Ceka? Unë kam përkthyer dokumentin e Butrintit. Do përkthej dhe dokumente të tjera. Të gjitha këto veprimtari të Cekës janë bërë me dieni të kryeministrit Berisha, me dieni të kryeministrit Rama, që të dy po ja dhurojnë Butrintin Greqisë. Në fakt, Sali Berisha do t'ja dhurojë të gjithë Shqipërinë Greqisë, madje dhe Kosovën dhe Maqedoninë. Ëndrat e Saliut janë shumë të mëdha. Ëndrat e Bulatovićëve. Po ta shikojmë se si do e dalin ëndrat. Ju lutem votoni, por me ndeshmëri të plot. Kush do ta mbajë titullin profesor i shkencave? Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Aha, desha të bëj një shtesë. Data në këtë dokument është vënë gabim. Domethënë, për mendimin tim, ky është një falsifikim i grekërve në Butrint. Përse do thoni ju? Sepse emri Lamiskos, që është përmendur këtu në këtë dokument, si dëshmitar, ky është emër i përmendur vetëm një herë në veprën e Platonit, e cila ka humbur, jo Republika, një vepër tjetër, por janë bërë interpretime të veprës së Platonit, dhe thuhet që Lamiskos është përmendur vetëm një herë. E kush e ka gjetur këtë? Universiteti i Chicagos. Madje është dhe data kur e ka gjetur. Ta shikojmë bashkë sepse tashti u provua në këtë moment që të gjitha mbishkrimet në Butrint janë të falsifikuara. Nuk përkojnë datat. Të dashur shqiptar me lot në sy, e bëra këtë zbulim krejt rastësisht gjatë xhirimit të filmit Për atë Zot ju betohem, për atë Zot që është në qiell, nëse ka Zot. Dhe këtë e gjeta krejt rastësisht në faqen e Universitetit të Chicagos. Ky zbulim është bërë në vitin 2024. Është gjetur në një interpretim të një autori helen, emri Lamiskos, ku ai thotë që kjo është përdorur në veprën e Platonit si personazh artistik. Ky Lamiskos është bërë dëshmitar në dokumentin e Butrintit. Gjuha greke nuk e njeh këtë emër, Lamiskos. Ka humbur në shekuj. Është rizbuluar në vitin 2024. Si ka dalë ky në dokumentin e Butrintit? Platoni ka jetuar në shekullin e 4 para rëson, ndërkohë që lidhja epiriote është në vitin 168 para rëson, pra shekulli 2 para rëson, momenti kur Shqipëria sulmohet nga trupat romake me kërkesë të helenëve në ishullin Delos, që janë kohën që piratët i lirë kanë sulmuar pikërisht monumentin e Apollos në Delos. Duhet kërkoni filmin për dekretin e krijuar në Delos, kundër i lirëve pirat. Për atë Zot desha ta mbaroj filmin siç e pat, dhe më shkrepi në kokë, krejt papritur emri Lamiskos, që e kam parë diku. E kisha parë në Akademinë e Chicagos.
Universitetin e Chicagos. Ky zbulim është bërë në vitin 2024. Dhe më lindi në kokë kjo ide, po ç'është ky Lamiskos? Dhe e gjej në Butrint. Dokumenti i Butrintit nuk është përkthyer deri më sot. Francezët e quanin këtë gjuhë pelazgjike, gjuhë të ndryshme nga gjuha e Atikës. E pa dhe vetë ka ndryshime themelore me gjuhën helene të lashtë. Kjo është gjuha e ilirëve, e Piriot. Këtë duhet ta kishte përkthyer gjëra në Ritanceka i di. Ai nuk di asnjë fjalë greqisht, as kalimera. Aq më pak ai nuk ka ditur që Lamiskos është personazh letrar, është një lloj sikur ta gjesh generalin e ushtrisë së vdekur të Ismail Kadares në një dokument të Krishtit në Palestinë ose në Izrael ose diku tjetër. Çrëndsi ka. Domethënë generalin e ushtrisë vdekur për krahasim, ose në nënpunësin e pallatit të ëndrave të gjesh si një dokument të kishës katolike në Rom. Kjo është pra ajo që ka ndodhur. Lamiskos është personazh letrar i Platonit. Është dëshmitar i lirimit të Soteridës në Butrint. Platoni ka jetuar në shekullin e 4 para R.S. Veprat i ka humbur. Është gjetur vetëm interpretimi i veprës së tij, emri Lamiskos na del në dokumentin e Butrintit si një njeri i vërtet. Grekët nuk e din ç'do thot Lamiskos edhe sot e kësaj dite. Asnjë shkencëtar amerikan nuk e shpjegon dot emrin Lamiskos. Kupto që vjen nga fjala lamia, përbindesh në greqisht. Është sharje. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Tani kuptuat pse kryeministrat shqiptar e urrejnë kaq shumë Shqipërinë. Mirupafshim, të dashur shqiptar.